Geri Qipi zgjidhes vendas presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Pas së zgjedhjes në komitetin drejtues si antar, Qipi ka marrë gjatë kësaj tejinteje një detyrë të jetë rëndësishme, sikundër është detyra e numri 2 të Federatës Shqiptare të Futbollit. Qipi do të jetë zëvendës president në këtë mandat të ri, bashkë me Lutfi Nuriun, të cilët do të jenë dy zëvendës presidentet e ardhshëm të Federatës Shqiptare të Futbollit. Po ashtu, gjatë kësaj tejinteje u bë edhe konstituimi i komitetit ekzekutiv, ku zgjodhen kështu dy zëvendës presidentët, mes tyre edhe Geri Qipi, ndërsa duket se është historike për Vlorën që një vlonjat të jetë në krye si numri 2 i Federatës Shqiptare të Futbollit. Po ashtu, Qipi përveç detyrës si zëvendës president, është emëruar edhe kryetari i Komisionit për Ecurinë dhe Zhvillimin e të rinjve dhe fëmijëve, duke dhënë kështu kontributin e tij në zbulimin e talenteve, por edhe në rritjen e cilësisë tek futbolli i moshave, ashtu sikundër edhe në angazhimin e sa më shumë fëmijëve dhe të rinjve me sport. Kujtojmë këtu se Geri Qipi pak ditë më parë u zgjodh në komitetin drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit si antar. Ai të hënën në mbrëmje ishte i ftuar edhe në rubrikën sportive në televizionin 6+1 Vlora, drejtuar nga Sajmir Axhiu, ku foli pikërisht për këtë rrugëtim të ri, por jo të panjohur, pasi ai ka dhënë një kontribut shumë të madh në futbollin shqiptar, si lojtari i flamurtarit, futbollisti kombëtares shqiptare, por edhe si drejtues i klubit të futbollit flamurtari për disa vite. Gjatë bisedës në televizionin 6+1 Vlora, Qipi tha se do të jetë aty për të bërë më të mirën për futbollin. Bu e mundur zgjedhja në komitetin ekzekutiv drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ishte një dëshirë e imja, një konsultim me njerëzit që merren me futbollin, që e mbështesin futbollin, dhe ja ku jemi sot, një antar vlonjat i zgjedhur në komitetin drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit. Urime suksese. Faleminderit. Besoj ti, pavarësisht se je në momentet e para të zgjedhur, akoma jemi emocionet e zgjedhjes së antarit. Sigurisht jo, në kuptimin që është një impenjim tjetër i ri joti. Shiko, Sajmir, unë jam marrë me futbollin, pa çka se u shkëputa për një periudhë disa vjeçare, e njoh Federatën Shqiptare të Futbollit, e njoh mirë, e njoh nga periudha që unë kam luajtur me ekipin kombëtar, ka qenë një federat që për ta harruar, sepse ka qenë periudha të vështira të organizimit, në momentet që e ka marrë dhe presidenti Duka, ka qenë një kombëtare që kërkesat e para që ne kishim ndaj presidentit të sapo zgjedhur ishin topat, ishin uniformat, baza materiale, një udhtim komod që ishte i vështirë. Mbas lënjes ose mbas varjes së këpucëve në gosht, siç e themi ne në gjuhën, mora pjesë si sekretar ekzekutiv me klubin e futbollit flamurtari për një periudhë jo pak të shkurtër, por një periudhë 8 deri në 10 vjeçare, dhe kontaktet i kishim të vazhdueshme, sepse nëpërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit do kalonin gjitha ato peripeci ose ato vendimarrje që na pëlqenin apo s'na pëlqenin ne. Janë bërë. Kemi nga futbolli europian, nga ajo që kemi kaluar me flamurtarin, unë padyshim jo çdo gjë do të kaloj me sy mbyllur. Normale, jo me dorë larg. Kështu që ne do të mundohemi që t'i rregullojmë ato gjëra që mund të rregullohen. Aq më tepër që në momentin që doli emri jot për antari komitetit ekzekutiv, pash një reakcion të gjithë botës të futbollit, si një figurë e pranuar dhe një figurë e mirë pritur, qërem si njëri sportit që të i bërë mirë. Unë e kam prezent këtu, midis nesh është menaxheri fushatës time, sepse kemi kaluar bashkë, kemi takuar, kemi bërë fushat, qëremi ka qenë prezent. Ata që kemi takuar, që
Kemi... Kjo ishte kënaqësi faktikisht. Zgjedhja tregon se keni bërë ishte me punë të të mirë. vërtet një Keni kënaqësi bërë që fushat ata cilësore. Kështu, për herë të parë në histori, klubi i futbollit flamurtari do të ketë në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit një ish futbollist të saj, Geri Çipin, i cili përveç se ka dhënë kontributin e tij në sport, aktualisht banon edhe në qytetin e Vlorës, duke qenë kështu edhe pranë skuadrës së flamurtarit. Çipi u zgjodh si zëvendës president i Federatës Shqiptare të Futbollit, duke marrë këtë detyrë të rëndësishme, ndërsa më herët u zgjodh si antar i Komitetit Drejtues të Federatës Shqiptare të Futbollit. Po ashtu, Çipi, gjatë kontributit të tij në federat, do t'i jap eksperiencën e tij edhe në krye të komisionit për ecurinë dhe zhvillimin e të rinjve dhe fëmijëve.